Kontrolli i lartë i shtetit jep alarmin për cilësinë dhe sigurinë e barnave që qarkullojnë në Shqipëri duke evidentuar problematika serioze në import. Kontroll dhe mbikëqyrje. Gjetjet janë pjesë e një auditimi për periudhën 2020-2023, të prezantuara në kuvend nga përfaqësues të institucionit. Sipas drejtoreshës së Departamentit të Performancës në KLSH, Arminda Bushi, të dhënat tregojnë një zhvillim shqetësues në tregun farmaceutik. Në vitin 2023 rezulton një rritje e konsiderueshme e importeve prej 837 ton barna farmaceutike krahasuar me vitin 2022. Por me një kosto më të ulët prej 791.000 lekësh për ton barna, u shpreh ajo, duke nënvizuar se kjo diferencë ngre dyshime mbi cilësinë e produkteve. Auditimi evidenton se një pjesë e barnave që hyjnë në vend nuk i nënshtrohen analizave laboratorike të detyrueshme, si pasojë e një vendimi të qeverisë të vitit 2015. Duke folur në kuvend, përfaqësuesja e KLSH-s paralajmëroi se këto barna paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për cilësinë dhe sigurinë, veçanërisht pasi mund të importohen nga vendet e treta pa analiza laboratorike të detyrueshme. Raporti thekson se kjo praktikë hapur rrugën për futje në treg të barnave potencialisht nën standard, ndërsa tregu dominohet nga ilaçet gjenerike. Barnat gjenerike tani dominojnë tregun shqiptar duke përbërë 80% të autorizimeve të tregtimit, deklaron Bushi. Sipas saj, ndryshimet ligjore të viteve të fundit kanë lejuar futjen e barnave që nuk janë prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Problematikat shtrihen edhe te institucionet përgjegjëse për kontrollin. KLSH vlerëson se Agjencia e Kontrollit të Barnave ka mangësi të theksuara në funksionim, ndërsa laboratori që duhet garantojë analizat rezultoni pa akredituar. Nga auditimi rezulton se për vitin 2020, laboratori nuk ka kryer asnjë analizë të monstrave për 740 autorizime tregtimi të lëshuara, ndërsa për periudhën 2021-2023 janë kryer vetëm 644 analiza për 2884 autorizime të lëshuara. Kontrolli i lartë i shtetit kritikon gjithashtu mungesën e rolit mbikëqyrës nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas përfaqësueses së institucionit, Ministria si organ e prorë dhe hartues i politikave nuk duhet vetëm të nxjerrë rregulla, por edhe të sigurohet që agjencia në varësi zbaton përgjegjësitë e saj në mënyrë efektive. Raporti ngre pikpyetje edhe për listën e barnave të rimbursuara, por rezulton se 10 alternativa nuk janë të regjistruara zyrtarisht, si edhe mos reagimin ndaj sinjaleve të alarmit prej tyre.